Banorët e Bashkisë Maliq dolën këtë të diel në një protestë publike për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj reformës së re territoriale, e cila parashikon mundësinë e bashkimit të kësaj bashkie me Bashkinë e Korçës. Sipas protestuesve, ndryshimet e propozuara në hartën administrative do të sillnin pasoja negative për komunitetin, duke dobësuar përfaqësimin institucional dhe duke vështirësuar adresimin e nevojave të banorëve. Ne jemi pronë e këtyre deputetëve kësaj politike që të bëjnë të tyre hesapet e tyre, edhe ne të gjithë të ndëshkojmë. Shikoj që biznesi këtu sa po vjen dhe po dërmohet. Mendoj se çfarë mundet të ndodhë pas mbylljes të bashkisë. Asnjë gjë do kthehet vërtet si një fshat. Jemi një bashki e madhe me 81 fshatra, me 31.000 banor dhe kemi një shtrirje shumë të madhe. Pra jemi nga bashkit më të mëdha që ne mund të quheshim shumë një bashki bujqësore, sepse territoria është një fushë. Jam shumë i kënaqur me këtë prezencë shumë të ulur të qytetarisë së Maliqit, sepse tregon faktin se si jeni përzvalur për 30 e ca vjet në raportin që siç duket më të fundit shitjen e Bashkisë të Maliqit në pazar dhe duke çuar mesazhe të gjithë të punësuarit e administratës që të mos merrnin pjesë në këtë takim. Siç duket vala e fundit, ne nuk ju kemi asnjë borxh, ne I përkasim opozitës. Edhe banorët e Bashkisë Selenic kanë protestuar në fshatin Drashovic duke kundërshtuar shkrirjen e kësaj bashkie dhe kthimin e saj në një njësi administrative në varësi të Bashkisë Vlorë. Në protestë ishin edhe drejtuesi politik I Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, Bujar Leskaj, apo dhe ish deputeti socialist Arben Malaj, të cilët kanë kundërshtuar vendimin e Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkive. Është një ardh që godet të ardhmen e Shqipërisë, duke goditur, duke shumësuar me zero, duke minimizuar të shkuarën, të kaluarën tonë të lavdishme. Integrimi në Europë kërkon bashki të forta, kërkon bashki solide, kërkon bashki me rënjë kur thot populli. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim, fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Me thirrjet Selenica nuk mbyllet dhe larg duart nga Selenica, protestuesit kërkojnë që Bashkia Selenic të vijojë të funksionojë dhe të mbetet pranë qytetarëve.